Gjurmë më drite është titulli i ekspozitës së piktorit pogradecar Kudret Durollari, që ka sjellë në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia në Durrës rreth 60 tablo. Punimet përcjellin peizazhet e Pogradecit në të gjitha stinët, liçenin, rrugët e qytetit dhe zonat rurale. Pogradeci dha atë spunton e vetë të peizazhit, të bukurisë, të ngjyrës, të kaltrën, të qetësisë, të romantizmit. Pogradeci ka qenë prej vitesh pjesë rëndësishme e krijimtarisë së piktorit, qytet ku është rritur dhe ka zhvilluar veprimtarinë e tij artistike. Për piktorin Çavush Vathi dhe koleksionistin e artit Fatmir Toçi, krijimtaria e Durollarit mbetet një mënyrë autentike për të parë natyrën. Ai trajton peizazhin Pogradec është perlë, është shumë i bukur. Kudreti është shumë natyral, është shumë i këndshëm, ka ngjyrë, bizaton bukur, ka tematikë, është i larmishëm edhe në krijimtarinë e vet. Një nga piktorët më aktiv, me një karrierë jashtëzakonisht të gjatë dhe me një numër të jashtëzakonshëm punimet, i cili ka eksploruar cep në cep vendin tonë, po edhe vende të tjera jashtë. Gjurmë më drite është ekspozita e fundit e planifikuar për muajin gusht në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasia. Kalendari artistik vijon më 4 shtator me një tjetër ekspozit, duke sjellë në Durrës një tjetër takim me artin pamor shqiptar.